Përshëndetje të gjithë ju miq që jeni duke ndjekur ekranin e Channel One. Sigurisht jeni me mua Jonitën në rubrikën time. Sa herë që të më shikoni mua në këtë rubrikë do të kujtoni të rinë tanë shqiptar, sepse epiqendra e kësaj rubrike janë pikërisht të rinë shqiptar. Këto vajza të reja, po këto djemë të ri që shpalosin mendimet e tyre me tema që ne vëmë dispozicion pikërisht për ta. Sigurisht do të diskutojmë për një temë tjetër, pasi kemi diskutuar me këta të rinj për shumë argumente të ndryshme dhe sot duam t'i vëmë pak në lëvizje mendimet e tyre. Sot do diskutojmë për diçka shumë interesante, diçka të këndshme do thoya për këta të rinj, sepse do diskutojmë për ekranin, për televizionin, për VIP-at që ata kanë shumë dëshirë. Kush janë idhujt e tyre televiziv? Kush janë këto artistë që ata parapëlqejnë më shumë? Sepse dihet tashmë që këta të rinj në momentin që pëlqejnë një artist, këngëtar, nuk e di, një balerin, një aktor, ata janë kurioz të dinë për jetën e tyre personale, janë kurioz të dinë për vazhdimsinë e tyre të karrierës. Prandaj për këtë gjë do i pyesim këta të rinj shqiptar. Kush janë VIP-at që parapëlqejnë më shumë nga këta të rinj? Le të vazhdojmë. Përshëndetje vajza, si quheni? Ina. Vajza? Alda. Ne jemi duke diskutuar një temë në rubrikën tonë të bëhet fjalë për VIP-at shqiptar, persona sigurisht e njohur të artit dhe ekranit shqiptar. Unë dua të di kush janë këto persona që ju pëlqeni më shumë nga të gjithë dhe çfarë është ajo detaj apo gjëja më e rëndësishme që pëlqeni nga këta persona. Dua të di sigurisht emra konkret. Nuk e di, ai që këndon te Zigzag Orkestra, emri s'po më vjen, po më pëlqen sepse ka tipare të lezetshme. Këndon bukur, sidomos sytë më pëlqejnë shumë. Të kam bërë përshtypje sytë e djalit. Është shumë simpatik, më pëlqen shumë. Vajza? Mua më pëlqen Britney Spears, më pëlqen muzika dhe tipi më duket i lezetshëm, pak e si jetë çmendur. Po nga arti shqiptar, kush është një person që ty ndoshta edhe mund ta kesh edhe si idhull në artin shqiptar? Si idhull nuk mund të them që kam një idhull, por që më pëlqen tuna. Më pëlqen muzika, domethënë, dhe ka tip lezetshëm kështu. Po. Okej, ju falenderoj shumë për mendimin tuaj dhe po ju lej që të vazhdoni. Ataç. Si quhesh? Gjensila. Unë dua të di se kush i pëlqen Gjensiles nga arti shqiptar, kush është ai artist apo artiste që ti të pëlqen më shumë. Dhe cila është gjëja që ty të ka bërë për vete ky artist? Timo Floko është një aktor i papam, më pëlqen shumë në çdo lloj filmi që ka luajtur, ka mencionuar në çdo gjë që ka thënë. Thënë çdo roli që bën ai në çdo film është, do të thënë, di ta bëj shumë mirë rolin e vet. Që i përket. Do të pëlqente të ndiqje një shembull të një artisti të tillë? Pse jo? Falenderoj shumë mendim. Asgjë. Gjithë të mira. Quhesh? Ardiola. Dua të di kush janë personazhet ose kush është një personazh publik i njohur televiziv që ti të pëlqen më shumë. Dua emrin e personazhit? Politikan apo çfarë? Ka rëndësi një personazh i ekranit shqiptar që ti të pëlqen dhe të tërheq më shumë dhe kush është gjëja që ti të ka bërë që ky personazh të tërheqë? Po me që vetëm flitet për politikën, po e them edhe un personazh nga politika. Do të thoya Elio Meton, si po ç'është arsye? Ka shumë arsye në fakt, shumë pëlqen, po është i vendosur dhe domethënë atë që ka thot ai si politikan, gjithmonë domethënë e ka bërë, ka arritur, ja ka dalë me sukses. Falenderoj shumë Endi. Gjithë mira. Faleminderit. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. I might take you home with me if I could. Ela, dua të di kush i pëlqen Elës nga personazhet publik sot për sot në ekranin shqiptar. Kush është një personazh që ty të tërheq më shumë? Adi Krasta. Kush është arsyeja? Pëlqen se është shumë vapëllog. Tërheq, domethënë kur ti je ndjek aty. Po. Falenderoj shumë mendimin. We might not get tomorrow, let's do it tonight. Sida, kush është personazhi Sida publik që ti të pëlqen më shumë dhe të tërheq kur ti e shikon në ekranet shqiptare? Alban Skëndera është për mua.
Të pëlqejnë këngët e tij apo të pëlqen Albani si djalë 2 metra që është? Jo, edhe këngas, edhe personaliteti, karakteri Albanit. Falenderoj shumë Rendi. Faleminderit. Gjithë të mirë. For the world, think about it. Cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right. Unë dua të di kush është personazhi jot më i pëlqyer televiziv. Librisht. Kush është arsyeja që ti të pëlqen? Një përshëndës. Personalitet që ka. Falenderoj. If I could tonight, baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I'm all on you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might. Dashumi që jam me 2 djem të rinj këtu dhe dua të di sigurisht përshtypjen e tyre për persona të publik më të pëlqyer nga ana e djemve. Dua të di kush është personazhi jot i preferuar nga ekranet shqiptare. Kush është ai që ti ke dëshirë që në çdo moment ta shikosh? Ilir Meta, Dua të di arsyen pse të pëlqen Ilir Meta. se është një politikan shumë i zgjuar. Ka, Do të thënë në çdo moment që Ilir Meta del në televizor ti nuk e ke problem që ta shikosh. jo e fare, biles nuk bëhet qefi që Okej, të falenderoj shumë Rendi. asnjë gjë. Në pafsh. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Kledia, kush është personazhi më i preferuar në ekranet shqiptare për ty, Kleja? Në cilën fush? Unë po e marr në fusha të ndryshme, ekranet shqiptare, ndoshta politikan, ndoshta një këngëtar, ndoshta një artist, aktor, nuk e di. Atëre, janë shumë, një ndërto, mund të them, një këngëtare, Valbona Mema. Të pëlqen si këndon, të pëlqen stili i saj, nuk e di. Më pëlqen në fushën e saj që është, si këngëtare, dhe pse jo, dhe si paraqitje. Po nga ana politike, kush të pëlqen më shumë? Ana politike, është shumë e gjerë. Si mos t'japësh përgjigje pa. Mirë, të falenderoj shumë. Dhe juve. You know that tonight I'm loving you. Miq të dashur, kemi diskutuar sigurisht me të rinj tanë shqiptar për personat televiziv të tyre më të pëlqyer. Kemi diskutuar me këta të rinj, por sigurisht kemi arritur të vëmë re një detaj shumë të rëndësishëm që këta të rinj shqiptar janë shumë vëzhgues të mirë ndaj politikës shqiptare, do thoya, sepse kishte nga ata që para pëlqen të thonin më shumë emrin e një politikane se sa emrin e një artisti të mirëfill. Kishte nga ata që pëlqenin politikanët dhe ndoshta nuk nguron të thonin emrin e një artisti. Kishte nga ata që sigurisht i fokusoheshin te artistët e tyre të preferuar, por edhe pse jo nuk lenin mangull të huajt. Këto ishin mendimet e të rinjve shqiptar. Bashkë mirupafshim nga unë Jonida.